Ditës aktualitetet e ditës sigurisht hera herës vlen të analizohen. Për këtë arsye do të kem një komunikim të drejtë për drejtë tani me profesorin e nderuar të rastit, zotin Afrim Osmani. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim, zoti Osmani. Përshëndetje, Ola. Le ta nisim nga lajmi më i fundit që News 24 përsolli vetëm pak momente më parë. Ju dini që zoti Erion Velia i kishte kërkuar përmes një rekursi në gjykatë të lartë lirimin nga qelia dhe kjo e fundit mori vendimin ta lërë atë në burg. E prisnit ndryshe vendimin? Shikola, unë në fakt nuk jam jurist, por do doja të thoja që me një po themi logjik juridike e cila nuk kërkon një thellim shumë të madh kur ke parasysh që çështje, pra numri i çështje për të cilat gjykohet ose sekretari i bashkisë, pra Erion Velia, normalisht është një numër i konsideruar çështje dhe praktikisht janë disa çështje që parashikojnë dënime të niveleve të larta, kështu që unë mendoj që nuk kemi përballë një rasti ku akuzat janë apo akuzat, ku jemi një akuzë janë në nivele që parashikojnë një dënim jo në po themi në një kohë zgjatje, atëherë mund të diskutohet. Kështu që në këto kushte unë mendoj që do të ishte shumë e vështirë lirimi i Erion Veliaj. E kuptoj. Erion Veliaj, po jo vetëm Erion Veliaj, në fakt edhe zoti Ilir Meta, hera herës në për seanca të ndryshme apo komunikime publike përmes rrjeteve sociale, kanë kërkuar, dhe jo vetëm përmes rrjeteve sociale, në fakt edhe në për seanca, si thash, kanë kërkuar që seancat gjyqësore ku ata marrin pjesë të jenë të hapura për publikun. Ju si mendoni, a duhet të jenë të hapura për publikun apo jo? Shikola, unë dua ta them që unë bie dakord me debatin tashmë që normalisht duhen parë gjithmonë çështjet në fillim duhen parë, pra duhen prezumuar të pafajshëm, qofshin ta dhe politikan, por në rastin konkret e dhash mendimin tim që kjo është një çështje që është po themi me një kompleks akuzash. Normalisht është e drejta e tyre që ta kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme këtë gjë dhe normalisht çështjet të këtyre niveleve do duhet që të thellohen dhe njëkohësisht pse jo, disa gjëra të bëhen edhe publike. Unë e kuptoj që SPAK-u ka probleme ndoshta me elemente të caktuar që mund të jenë çështje sigurisë e tjera, por është e gjithë e drejta e të pandehurve që ta kërkojnë këtë gjë dhe bile mua më duket, që t'jemi sinqert, më duket pozitive kjo gjë që ata e kërkojnë, nuk më duket negative. Në gjykimin tim do të ishte okay nëse natyrisht nëse gjykata e shikon të arsyeshme në grupin e saj të arsyeve që ajo merr në shqyrtim. Përse në gjykimin tuaj pala tjetër nuk e pranon diçka të tillë? Pra, këto janë çështje vërtet sensitive, aq sa mund të cënohet hetimi i çështjeve? Kujtoj Olsi Dado, për shembull rastin me Erion Veliaj nuk e ka pranuar që seanca të jetë e tëra live. Vazhdoj të mbetem pranë atë që thash, e shikoj si të drejtë të fortë të pandehurit për ta kërkuar këtë gjë dhe nëse gjykata shprehet jo, në fakt vetëm nëse ka arsye të forta që vetëm ajo e di, të cilat janë shumë sensitive, por në fakt do duhet ta argumentoj këtë gjë sepse më duket fare normale që dikush kërkon, pra kur është njeri publik, bëhet fjalë për një person publik dhe bëhet fjalë edhe për të mas sigurie, arrest me burg, pra më duket një detyrim, po themi edhe apo një drejt, më mirë do të thoja, e gjithë secilit aq më shumë e një njeriu publik për t'u bërë një gjyqi edhe para mediave, pse jo? Më kupton, kështu që jam anoj në rastin konkret nga të pandehur, në rastin konkret edhe ndaj Erion Veliajt edhe ndaj Ilir Metës. E kuptoj. Ju besoj e keni ndjekur konferencën e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që u zhvillua në Bruksel, keni ndjekur deklarime